Sot jemi mbledhur këtu për organizimin e panajirit mobil. Bashkë me ne janë edhe 3 shoqata të tjera, Shoqata Medika Kosova, Qendra Drenasit dhe KRCT-ja. Panajiri ka për qëllim shitjen e produkteve anëtare të shoqatave, 4 shoqatave, të cilat janë shoqata të licencuara që punojmë në baza ditore për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në zemër të kryeqytetit sot është hapur panajiri i fuqizimin të produkte me histori jete dhe qendresa. Një ngjarje e veçantë që vendos në qendër të vëmendjes fuqizimin e grave dhe historitë e tyre frymëzuese të jetës dhe qendresës. Kjo iniciativë e rëndësishme është organizuar nga Medika Gjakova në kuadër të projektit Fuqizohu dhe përmirëso jetën tënde. Ky panajër është dëshmia e gjallë se kur një grua fuqizohet, ajo ndryshon jo vetëm jetën e saj, por edhe të komunitetit përreth. Këto gra nuk janë viktima, janë shembuj të fuqisë njerëzore për t'u ringritur. Unë jam Laura Çargaxhia Tefiku, jam udhëheqëse e sektorit për fuqizim ekonomik në kuadër të shoqatës Medika Gjakova. Sot jemi mbledhur këtu për organizimin e panajirit mobil, që ka filluar në Prishtinë, mirë po do të vazhdojë edhe në 6 qytete të tjera të Kosovës, vazhdon me Gjakovën, Prizrenin, Pejën, Gjilanin, Ferizonin dhe Mitrovicën. Bashkë me ne janë edhe 3 shoqata të tjera, Shoqata Medika Kosova, Qendra Drenasit dhe KRCT-ja, që jemi partner në kuadër të platformës Behuzërim. Panajiri ka për qëllim shitjen e produkteve anëtare të këtyre shoqatave, 4 shoqatave, të cilat janë shoqata të licencuara që punojmë në baza ditore për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Qëllimi i panajirit është shitja e produkteve pundore dhe agrokulturore të grave që punojnë çdo ditë për fuqizimin e tyre ekonomik, po ashtu promovimi i tyre edhe thirrje institucioneve të Kosovës për përkrahje hala më të madhe për gratë dhe familjet të tyre që punojnë në shoqatë, mirë po edhe në familjet të tyre, në shtëpitë të tyre, për prodhimin e produkteve të ndryshme agrokulturore dhe artizanale. Do me thonë këtu janë produkte kryesisht të grave të dhunuara gjatë luftës, apo? Po, produktet janë produkte pundore dhe agrokulturore të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe familjeve të tyre. Ne si shoqatë jemi shoqatë që punojmë në baza ditore për fuqizimin ekonomik të këtyre graveve, punojmë po ashtu te sektori psikosocial, sektori ginekologjik dhe juridik, japim shërbime psikosociale të drejtë për drejta individuale dhe grupore, ofrojmë shërbime ginekologjike dhe pa teste, po ashtu pa pagesë, po ashtu ofrojmë shërbime juridike pa pagesë kur këto gra dhe familjet e tyre kanë nevoja për shërbime juridike. Pas gjithë punës së 3 sektorëve të tjerë, kemi sektorin për fuqizim ekonomik që ndihmojmë në ngritjen e kapaciteteve në fusha të ndryshme, dhënien e granteve, po ashtu kemi 2 dyqane që janë shumë të rëndësishme për gratë tona, kemi dyqanin në Gjakovë dhe dyqanin në Prishtinë, që shesin produktet agrokulturore dhe artizanale, dhe komplet fitimi te këto dyqane, sikurse edhe për panajirin shkon te gratë dhe familjet e tyre. Qëllimi jon është fuqizimi ekonomik i tyre dhe financiar dhe i familjeve të tyre, që me i bo ato mundi që janë të po ashtu edhe në anën financiare të gatshme të ndihmojnë vetvetes dhe familjes së tyre.